Jemi rikthyer në studio, po flasim për atë që ndodhi sot në Këshillin e Mandateve dhe Imuniteteve për rastin e zonjës Balluku. Muçi, çfarë do bëj SPAK tani? Çfarë mund të bëj SPAK? Do shpërsohet lufta apo do mjaftohet me pezullimin? Shkoj, para një herë, për të kuptuar edhe do të thënë, kundër përgjigjen që mund të ketë prokuroria. SPAK-u nuk bën luftë me kënd. Nuk ka luftë SPAK-u. Kisha në kuptimin e figurës. Figurativ. Pra, i vetëm institucion që në gjykimin tim i ka shpall sipas jush në figurative luftë është parlamenti. I ka shpallur. SPAK-u ka ushtruar drejtën kushtetuese që kur është duke ndjekur penalisht personin me imunitet, për cilin mendon që do të marrë mas sigurimi arrest në shtëpi ose arrest në burg, kërkon heqje imunitetit, kaq. Po çfarë ndodh pra? Nëse parlamenti nuk e miraton, siç duket sipas gjasave. Çfarë bën SPAK-u? Ripërsërit kërkesën? Nuk ka ç'bën më SPAK nga për me kërkesa, se kjo është masa më e rëndë. Është masa ekstreme e parashikuar nga masa dhe sigurimit. Pra e filloi SPAK-u nga masa më të lehta, që ishte pezullimi dhe mos e marrë pasaportë, deri te masa më ekstreme në këtë rast që ishte masa e Zburg. Kështu që nuk ka masa të tjera të marrë SPAK-u. SPAK-u do vazhdojë hetimet, por ajo që ngelet, nëse nuk do në gjykimin tim gjithmonë, dhe sipas atyre të dhënave që kemi marrë nga media, se nuk mund të flasim, nuk e ndosim detaje, ajo që është evidente është dëmtimi i hetimit. Pra janë dy gjëra evidente në fakt. Është dëmtimi i hetimit dhe ndryrja e pushtetit legjislativ në pushtetin gjyqësor. Pra bllokimi i veprimtarisë së pushtetit gjyqësor nga parlamenti në vlerësinë tim natyrisht. Por ajo që është tjetër gjë, sepse këto janë procese të lidhur të 2-3 muaj. Edhe çështja se përmendën në 222, pra propozimin e ndryshimin në 242 për të vendosur pezullim, ndalimin e pezullimit edhe për ministrin. Shiko, ju të gjithë e mbani mend ndryshimet e vitit 2012 kushtetutës. Ka pas një kërkesë opozita kryesisht, po dhe mazhoranca e kohës, vendosur kufizimin e imunitetit të deputetit. Dhe në kushtetutën, para 2012-ës, deputeti gëzonte imunitet maksimal dhe nga ndjekja penale. Pra nuk mund ndiqe penalisht deputeti. As mund të regjistrojë emri, as mund merreshin prova, duhej leja e parlamentit. Këtë imunitet e gëzonte dhe ministri, që është në 73. Duke gëzuar këtë imunitet ministri, as ministri nuk mund ndiqej penalisht para kushtetutës 2012-ës. Ndryshimet e kushtetutës 2012-ës e hoqën këtë paragraf. Pra deputeti mund të ndiqej penalisht, mund të merren prova të regjistrojë emri, por nuk mund ndalohet dhe arrestohet. Ministri mund të ndiqej penalisht. Dhe të merren gjitha masat e tjera, se është deputeti gëzon këtë imunitet. Tani ç'bën me ndryshimet e në 222 që mazhoranca propozoi? I kthen ministrit imunitetin që është hequr me kushtetutë e 2012-ës, për pjesën e pezullimit. Pra, nuk e dija isha i qartë. Pra, deputeti e gëzonte imunitet plot. Për shkak deputeti e gëzonte dhe ministri. Deputeti nga ndjekja penale. Deputeti hoq kjo pjesë e imunitetit, pra po është dim penal, çdo mas tjetër përveç arrestit në burg dhe arrestit shtëpi. Ju hoq deputetit. Rrjedhimisht ju hoq dhe ministrit. Kushtetuta i ka paralele. Jo, për këtë mos e vlerëso si provë se këtë është garant kjo që po të mos e kam pa. Pra, në këto kushte, atëherë vetëm për pezullimin, mazhoranca kërkon t'ia kthejë imunitetin e 2012-ës ministrit. Duke jo të vendosur kushtetutë, po duke vendosur në 222. Dhe në fakt, topin ja pasoi. Si e bën këtë? Duke e ndaluar pra masën pezullimin për funksionit. Hetimin ndalon? Hetimi është tjetër gjë, nuk e... Si për tjetër gjë, sa po the që hetimi është hequr. Po vetëm për të pjesë tash për masën e pezullimit e kthen. Pezullimi është masë sigurimi, nuk është masë hetimi. Hetimi lejohet, por vetëm për këtë masë, për të pjesë të hetimit. Imuniteti 12-ës. Duke e mbrojtur me ne 222. Po jo më se 2012 është heqja domethënë dhënia së drejtës për të hetuar pa ndalim. Pa ndalim. Po, dhe hetim s'do të thënë masë sigurimi. Shumica e hetime bën pa masë sigurimi, fare. Kjo është tjetër gjë, më fut argumenta pa lidhje. Po i bën bashkë. Ti po njëson masë sigurimi me hetimin. Po jo mos e njësova, ti po e njëson këtë gjë. Po sa po them, ti po e njëson pra se njësova. Duke e pezulluar, duke i heq të drejtën e pezullimit, sa po e njësove the ti, nuk e thash unë. Jo, thash për këtë pjesë po e kthen. Vetëm pjesën e masës pezullimit po e kthen imunitetin deputetit. Nëse më kuptove. Pra, po i kthen pezullimin, po i kthen mbron ministrin dhe nga pezullimi, me pak fjalë. Që ja ka hequr në 2012-ën, vetëm kërkesa e saj opozita. Ka rikthyer në thonjë za imunitetin në një farë. Unë nuk e di çfarë i vlen diskutimi ky debat. Diskutimi po më fal, ti duke folur për kodin procedurës penale. Imuniteti është hequr në kushtetutë. Po pra. Dakor? Po. Kodi i procedurës penale ka qenë 195 para miratimit të kushtetutës, madje. Po. Okej, pra, kodi i procedurës penale s'ka lidhje me kushtetutën. Heqja e imunitetit është bërë në kushtetutë. Po.
Kjo që thua ti që do ndryshohen kodin e procedurës penale, s'ka lidhje me hetimin, ka lidhje me masën sigurisht. Ka lidhje me hetim. Po masa është pjesë e hetimit. Një sekond. Po masa është pjesë kryesore. Jo domosdoshmërisht. Tani, Jo është pjesë e hetimit. Jo domosdoshmërisht. Po çdo thotë vetëm bazuar në kushtet që thot kodi i procedurës penale. Tani Hetimet bëhen pa masë si rregull. Po jo, po masës, po ta a mbaroj mua i mjaltit? Jo, vetëm do ta mbaroj argumentin. Po ajo që unë vura resht, ore i ver resht. Na lëgi mua i mjaltit them unë më mirë. Topin për të bërë ndryshim. Qeverisë ja pasoi gjykata kushtetuese. Po. Pra duke u shprehur gjykata kushtetuese me vendimin e mosvendimit për dy pakisat. Por ato gjykata kushtetuese dy pakisat japin një definicion shumë interesant në njoftimin publik, se ne nuk kemi riskë vendim. E Leverdisi dhe qeverisë Ramës po thua ky vendimi. Vetëm rezultati i Leverdisë të qeverisë. 4-4. Çdo rezultat tjetër nuk i Leverdiste. 4-3 për edhe po citonte si Leverdiste. I vetmi rezultati i Leverdiste ishte 4-4. Sepse i hapte rrugën ndryshimit të 242-shit për pezullimin. Sepse edhe pakisat e shumica thonë që pezullimi ndryn në thelb në funksionin e ministrit. Dhe duhet se ndryn në thelb ka të bëhesh një lloj si imuniteti thot pakica e parë, 4 e parë, kurse